Tërmeti i ri goditi në orën 5:50 të mëngjesit të së njëjtës dhe zgjati disa minuta. Më pas, instrumentet matëse regjistruan lëkundje të shumta pasuese. Sipas Institutit Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vulkanologjisë, epiqendra e tërmetit, i cili u ndjej qartë edhe në Napoli në afërt, ndodhej pranë brigjeve të qyteteve të vogla të Pozzuoli dhe Bacoli, disa kilometra në perëndim të metropolit të Napolit, në një thellësi prej afërsisht 3 kilometrash. Përveç tronditjes, askush nuk u lëndua. Dëmet materiale ishin gjithashtu të vogla. Si mas paraprake, shkollat në 9 fshatrat e vendosura në fushat Flegrajn u mbyllën, në mënyrë që zyrtarët të mund të inspektonin ndërtesat për siguri. Për të njëjtën arsye, disa linja e kurudhore gjithashtu pezulluan përkohësisht shërbimin. Fushat Flegrajn janë një supervulkan me një diametër prej 12 deri në 15 kilometrash, i vendosur poshtë rajonit, i cili i ka mbajtur banorët dhe autoritetet në gatishmëri për shkak të tërmeteve të përsëritura që nga viti 2005. Dridhjet nuk shkaktohen nga zhvendosjet tektonike, por nga ngritja e magmës dhe gazrave nga një dhomë e madhe magme në një thellësi prej afërsisht 8 kilometrash në shtresat më të larta shkëmbore. Presioni i jashtëzakonshëm bën që toka e të gjithë zonës të ngrihet, duke çuar në tension në korën e tokës. Prandaj, dridhjet janë pothuajse një dukuri normale në fushat Flegrajn. Vetëm në prill, INGV regjistroi 315 tërmete, shumica e të cilave mezi të dallueshme. Me një magnitudë prej 4.4 ball, tërmeti aktual ishte më i forti në 11 muaj.